processuale. Kush janë ekspertët që Përshëndetje të nderuar me strategjistë, mirë se takohemi në emisionin 104.1 drejt për së drejtë në radio televizionin Iliria. Për sot do të flasim për islamofobi në Kosovë dhe gjuha e urrëties në rrjetet sociale bashkë me avokatin Aslan Betyç. Nderuar, përshëndetje me serdhe. Atëherë, a mund të flitet sot për një rritje të islamofobisë në Kosovë apo kemi të bëjmë vetëm me raste të izoluara? Mendoj që ka një rritje të islamofobisë dhe kjo zakonisht është e koncentruar në grup mosha të caktuara dhe me rrethe shoqërore me identitetet të paravarta. Pra zakonisht janë prezent individ cilët janë moshës më të vjetër dhe dyta janë individ cilët i përkasin bindjeve ideologjike dhe fetare ndryshe. Pra, për me folë konkretisht, një pjesë e madhe tyne janë totalisht jo fetare dhe për nga identiteti kulturor dhe jo veçaj përmbajtësor, pra praktikimi besimit, ose ndjenja e përkatësisë identitare, janë njerëz cilët, domethënë, janë kanë formime botë kuptimor ideologjike ke tjera, zakonisht janë enverista. Janë nacional enverista, pra kanë një dozë, po një raj të komunizmit, mendësi komuniste me pamje nacionaliste, edhe zakonisht këto janë i bashkangjitën një pjesë e madhe e komunitetit të krishter, anë mban trojë shqiptare, veçanërisht në diasporë, po njëkohësisht edhe janë pjesëmarrëse edhe shumë figura cilët, domethënë, kanë ndërtu identitet tyre publik me një luftë të paprecedent, të pashoq, jashtëzakonisht urrejt mbjellse kundër islamit, duke provoku çfarëdo forme çdo lloj shkrimi tyre publik, një ofanzivë të përdosjes, nënçmimit, mund të them sulmimit, domethënë tensionimit të islamit, të muslimanëve dhe gjithçka që quhet vlerë islame dhe duke paraqitur si një pjesë të errët, domethënë të identitetit tonë, pra jo duke ndërtu kauz të tyre që të i thrasin njerëz në vlerat që besojnë, besimin që ata kanë, për shembull krishterizëm, po që zakonisht thirrja është përmes nënçmimit dhe shkeljes së islamit e që kjo është e paprecedentja e pashoqme që s'është bërë asnjëherë. Nuk është bërë në thirrjen e islamit e cila, domethënë këto 3 vashë 600. Kësaj ka uzë lëvizja Deçanit për me u shpreh njerëz me lëshën. Absolut, ata nuk jo i kanë ndihmuar, pa ata janë promotorët, janë bajraktarët, ata janë flamurtarët e gjithë këtij karvanit, domethënë, i cili vazhdimisht nxjerr mbledh dhe zjarr të urrëties dhe përbaltosjes së shqiptarëve musliman, duke kriju një koncept pseudo nacionalist o fetar me binomin se gjoja të qenurit të krishter, të bën gjak të pastër shqiptar, kurse të mos qenurit katolik, nuk je gjak i pastër shqiptar. Pra e përjashtojnë tërsinë fetare islame nga komponimi i identitetit kombëtar që s'ka kurfar bazë, absolut as bazë historike as. Azën, kur përfundon liria e shprehjes dhe kur fillon gjuha e urrëties sipas ligjeve në Kosovë? Liria e shprehjes sepse një pjesë ofendimeve po bën në kuadër të lirisë së shprehjes sipas përfundon ku i cënon lirinë dhe të drejtën e tjetrit që ka garantuar ligji. Dhe kjo zakonisht vjen shprehje kur keq përdorur liria e shprehjes në përdosjen në nënçmimin, kanë sulmet, kërcënimet, fyrjet, shpifjet, cilat bëhen ndaj individëve caktuar nga individ dhe struktura të organizuara propagandimit në rrjetet sociale posaçërisht. Forma ndryshme publike, po që rrjetet sociale kanë mundësinë më të madhe sepse s'ka kush që ti cenzuroj, sikurse mediat që kanë mujtë mi cenzuru intervistat caktuara, këtu s'ka kush që i cenzuron. Dhe gjuha e urrëties fillon kur përmes deklarimeve të tyre, përmes deklarimeve të tilla, domethënë në forma të ndryshme, shqetëson, rrezikon rendit publik, duke rreziku edhe anatemimin ose mund të them tensionimin e palës ndaj cilës ti domethënë ke adresu një gjuhë caktuar.
Pra, përveç rendit publik që rrezikon që më kthy edhe një dhunë edhe një përplasje se rezultati gjuhës së urrëties e cila bën mbi baza të caktuara identitare ndaj një grupi të caktuar, qoftë etnik, qoftë fetar, qoftë kulturor, qoftë ideologjik e tjerë e tjerë. Kështu që në këtë rast kjo është dallimi, kurse gjuha e urrëties, nxitja e urrëtit përbën elemente të veprës penale, kurse tek liria e shpresës ose kufit e lirisë shpresë, ato mund kur thyen kufit, mund sjellin edhe shpifje dhe fyrje që kanë natyrë civile. Por e tjerat kanë natyrë penale, kanosja, ngacmimi. Ka komente që do të janë mbetje arabe, duhet t'i vrasim, duhet këto nardal, duhet kështu, duhet ashtu. Këto janë absolut nxitje të urrëties së mosdorimit nëse bëhet një thirrje publike drejt për drejt ndaj një grupi identitar të pacaktuar në numër. Sikur të ishte ndaj një individi, atëherë është kanosje. Por përderisa është ndaj një grupi të gjerë, që ka një identitet caktuar që nuk specifikohet me individ, atëherë kemi nxitje. Atëherë ne dimë që shumë musliman janë marrë në pyetje të pakta për shkak të disa komenteve apo shkrimeve që kanë bërë në Facebook dikur dhe sot. Kurse këta vazhdojnë të ecin lirshëm. Edhe pse një pjesë e tyre me fake profila vazhdojnë pra të shohin, të bëjnë kërcënime, po janë këta defalule xhela, që çdo janë pa njohur. Cila është pyetja? Pyetja është që këta në këtë rast si duhet me zonë, me ditë kush janë dhe çysh me idenu. Po shteti a duhet me punu në këtë rast policia, prokuroria? I ka mekanizmat e vet, natyrisht që prokuroria dhe policia nuk mund t'i përcjellin të gjithë ata të cilët në rrjetet sociale me një algoritëm të shpejt, domthonë prodhojnë material të madh për plasjes edhe komente, fyse, kërcënuese, që përmbajnë edhe elementin e nxitjes së urrëties, por natyrisht dikush duhet të rrijë gati, siç ju kanë ai gati institucionet e sigurisë, individëve të cilët janë dyshuar që kanë bindje radikale, të rrezikshme për shoqërinë, edhe si rezultati i saj çdo koment i tyre, ka pas një monitorim të shtumë, çdo koment, çdo shkrim i tyre, çdo postim i tyre, nëse ka pas elemente të veprës penale, menjëherë është dërguar në organeve të prokurisë, nga organeve të sigurisë që kanë çat detyrë, ashtu duhet të ketë edhe mekanizmat të zyreve juridike, avokatëve, ose ata cilët bëjnë monitorimin e gjuhës së urrëties në rrjetet sociale edhe t'i dërgojnë prokurisë. Sepse prokuria ka obligim i shërtuar, nuk mundet prokuria me nxjerrë një akt vendim për pushim hetimeve, nëse sheh që ka elemente të veprës penale, veç esenca është që nuk i ka krejt kapacitet institucionale për që sipas detyrës zyrtare me i përcjell dokumente. Po nëse dikush ja përgatitet ja dërgon, natyrisht që nuk mund me refuzu sepse kanë obligim ligjor. Domethënë me trajtuar dhe unë jam i bindur që këto raste, të cilat për shembull i kam dërguar, që kam marrë iniciativë vetanake, kam shqyrtuar me seriozet, edhe është duke shqyrtuar prokuria speciale të gjitha kallëzimet penale ndaj këtyre anëtarëve të mirë njohur, keq njohur, po të famshëm tashmë për shkak të shkrimeve të tyre të mërshme, domethënë janë pjesë e timit dhe janë marrë edhe masa hetimore dhe njëkohësisht besoj që do të ngriten edhe këta akuza ndaj tyre. Se ne kemi një 2-3 foto, po shkojmë me foton e parë, ka të bëjë me policin që u vra në Prizren, edhe që u varros pra me ceremoni fetare dhe sipas disave me flamur arab, pas shumë reagime, edhe nga disa përfaqësues politik për reagimin që bën. Ky është flamur arab. Po, ata quajnë në fakt flamur arab. Pra pse kemi marrë deri këtu ku familja ka vendosur kështu me varros djalin apo prindin? Që ndëgjon, na kjo pamje. Është islamofobi, reagimet e shumta që janë bërë për mënyrën se si është varros një polic. Unë mendoj që kjo është më shumë krizë identitetit. Se sa islamofobi. Pse është krizë identitetit? Sepse kur ti si individ, çfarë do të qoftë profesioni ose pozite në shoqëni, ke krizën identitetit tënë dhe nuk e kupton që feja është pjesë përmbajtësore e identitetit tënë dhe nuk e përjashton identitetin tënë etnik dhe kombëtar, qenurit shqiptar dhe qenurin pjesë e asaj që ti e konsideron Kosovë ose Shqipëri varësisht, domethënë atëherë ti ke probleme serioze në perceptimin e asaj se çka është identitet. Njëri ka shumë identitet, ato se përjashtojnë njëri tjetrin. Prej njerëzor, biologjik, gjakut, lidhjes gjakut, familjar, krushnor, ka martesor, ka identitet
kombëtar, ka identitet fetar, ka identitet racor, ka identitet gjusor. Këto identitete nuk janë përjashtu njëri tjetrin, por për shkak që shqiptarët në pjesë e madhe janë ignoranta, domethënë edhe janë të palexueshëm, edhe janë, domethënë nuk e njohin fenë e tyre, edhe janë të kompleksuar me fenë e tyre. Domethënë mendojnë që kanë me shku me flamur kuqeze në ditë gjykimit. Domethënë janë, domethënë vinë këtë gjendje që ju duket interesante në diçka që s'është interesante. Fakti që ai e ka konsideru veten musliman, ka jetu si shqiptar musliman, edhe don me vdek si shqiptar musliman, edhe me shku te Zoti i tij. Te Zoti i tij që ai e njeh, që është Zot i besimit dhe mosbesimit, Zot i muslimanëve dhe të tjerëve, dhe nuk është Zot i flamurave, të cilët, domethënë flamurave kombëtar, të cilët i cilët përfaqësojnë kombet tona, e që ne jemi pjesë e saj. Kjo është kriza, edhe për shkak kësaj dalin, reagojnë. Domethënë kjo është e tërpshme, me shku me një vend që s'ka kësi krize, domethënë që nuk ka probleme së identitetit kombëtar dhe fetar, natyrisht që s'është interesante. Mirë, po sot këta e kanë edhe perceptimin, është diçka që këta e kanë një farë lloj frike, sikur kombi është duke humbat vitalitetin e saj. Mendojnë që domethënë fakti që ti do me vdek si besimtar ose si musliman me pas një simbol La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, tash ti de shqiptarizon. Domethënë ky është konstruksion, domethënë totalisht i gabum, edhe është pikërisht që e përfaqëson lëvizjen e Deçanit. Domethënë që na do të me përjashtu nga identiteti i fen. S'mundesh me përjashtu. Ai që don me jetu me fe, jeton edhe fe dhe me kom. Patriotizmi është detyrë, është obligim me i dal vendit hakësh. Në çdo kohë edhe më ka një qytetar i mirë. Mënyra që jeton ti, a beson as beson, ai ateist, ai besimtar, a falesh as falesh, a don me jetue me vlerat edhe me ndërgjigjen me Zotin tonë edhe me deksh ashtu zgjedhja jote. Këta që se kanë këtë, domethënë nuk e kanë këtë kuptimsi të jetës, janë krizë. Edhe kriza aty në reflekton që për mua është shumë çesharake, po njëkohësisht është edhe frikë, një farë paranoje që po fetarizohet shoqënia. Sa më shumë që fetarizohet shoqënia, është aq më mirë. Shkojmë me një foto tjetër, po ashtu ka të bëjmë me lëvizja për rikthim fal, që dje pa një shkrim kogjo tendencios të gjithëve që paguzohen sot dhe lirohen nga kthetrat e fundit islamike, u përcjellin urimet tona me të përzemërta. Përveç që ka marrë fëmijët, kanë kaq përdorë edhe ke kthetrat e fundit islamike. Pra kjo faqe është e njohur për të gjithë, mandej edhe për institucionet përkohëse të cilat nuk marrin ndonjë të paktën, pra përmendni që ju keni bërë pa ditë, po tash gjithë sumojnë pa ditë. Domethënë e keqja e kësaj lëvizje dhe kësaj propagande është që feja nuk është thirrje. Domethënë krishterizmi nuk është fe, ku bëhet thirrje për pranim për shkak vlerave të krishterizmit. Që dhe krishterizmi ka vlerat e saj. Po është thirrje në krishterizëm në kurrez të përdhusis së islamit. Pra është propagandim politik kur ti e sulmon, tenton ta njollosh, ta nënçmosh, ti vendosësh lloj-lloje etiketime, domethënë makabre dhe të zeza fes tjetër, dhe ajo tjetë nxitja dhe arsyeja për hyrjen në krishterizëm. Cili propagandim fetar deri më sot është bën në mënyrë tillë? Cili propagandim islam në ligjërata bëhet i tillë? Ka argumentim. Njeriu ftohet për të mirat e islamit dhe dallimet teologjike që i ka me krishterizmin, hebraizmin, hinduizmin etj. Po jo pse duhet ta braktiset krishterizmi sepse është fe e kthim pa braktisje nga kthetrat makabre ose kthetrat e slavo krishterizmit. Kjo është e tërpshme. E tërpshme me një llos një fe universale me slavizëm. Çu që kanë lidhë ta islamin, apo me lidhë nga krishterizmin. Që kjo është shëmtyra e këtij grupi. Që këta domethënë propagandojnë politikisht në korrez krishterizmit dhe nuk thrasin vlerat e krishterizmit. Domethënë i indinjojnë me miliona musliman në një momentum, në një pamje simbolike të pranimit ose konvertimit krishterizëm dhe individëve. Nëse ti don me publiku dhe me propagandoje me vlerat e tua, e ka pranu fen tona dhe kaq, për të mirësitë e fesë tone. Po jo ta sulmosh tjetrën. Dhe prandaj unë mendoj që institucionet e sigurisë dhe drejtësisë duhet që edhe hetimin që ne kanë aktiv ndaj lëvizjes për rikthim, që është pasardhëse e lëvizjes Deçanit. Domethënë, të vinë përfundim, besoj që do të vinë përfundim, sepse ato është hetimi në zhvillim me sipër,
edhe lidhur me burimin e torë dhe atyre që është shumë i dyshim, po si do që tjetë ka materialet mjaftueshme në çfarëdo studimi që do të bëhet, edhe sociologjik, po edhe edhe studimet nga perspektiva të tjera mbi sigurinë, që ky është një pikë grupeve i cili mas shumti e rrezikon sigurinë në Kosovë, rendin publik, sigurinë kombëtare dhe mirëqenien dhe harmoninë ndërfetare të qytetarëve të njëjtës kombësi, pra shqiptar të Republikës të Kosovës. Pra, thirrja nga lëvizja e Deçanit është një formë një lloj luftë civile, por që kryesisht muslimanët janë treguar të matër në këtë rast. Po thirrje është provokim i madh, është domosdoshmë grup që nuk ka pas provokim ndonjë më të madh në këtë rast. Ja, absolut, mas luftës s'ka pas kur, edhe s'ka pas as organizata edhe islame, edhe muslimanëve. Për shembull, na e dim që muslimanët ka brenda muslimanëve, brenda islamit, edhe individ, edhe xhollarë individ që kanë bindje ekstreme edhe për vetë kuptimet tona. Bindje ekstreme dhe të rrezikshme, të cilët duhet trajtohen me mekanizma edhe me dijen islame, jo tuj. Mirë, po tillë s'ka pas, një provokim tillë, nuk ka pas. Këta janë të parë Kosovës mas luftës, organizata e parë dhe më e madhe e cila është e ndërtuar dhe ka një aktivitet vazhdueshëm që ka për qëllim provokimin e hapur. Edhe të pa friksuar, me guxim të plot, publikisht gjithë popullit vetë, që është 94% popullit. Që ata vetë janë deklaruar vetë, kërkush me zë nuk i ka shti, me deklaruar si musliman, e askush s'ia ka manipulu deklarimin e tyre. Ajo harmonia fetare që është përfolë që ka qenë dhe është në Kosovë, a kanë fillu me shpurt nëse mund themi lëvizja e Deçanit, dhe me ngatruar ato që është ndërtuar ndoshta për dekada me radhë? Unë mendoj që do të kanë pak përkraje apo mbështetje po çaja pak që është ka një gjuhë vullgare në mediat sociale. Unë mendoj që ka shumë individ të cilët e përkrajnë këtë lëvizje, posaçërisht është në diasporë, e përkrajnë ndoshta edhe një pjesë e komunitetit krishterë, e përkrajnë edhe një pjesë e elitave laike, të cilat janë totalisht e kanë pjesë nuk e kanë pjesë të identitetit e tyre, identitetin fetar islam. Edhe se rezultati i saj tashmë rrjetet sociale po ja mundsoj njerëzve që me im shef bindje, domethënë ato bindje të cilat i kanë, ato pikpamje të cilat i kanë, i shprehin edhe krejt e shfryn rrjetet sociale, po kur dalin në qytet sillen normal. E tash ti nuk mundesh me ditë, për shembull, a është çaj që të shone, fyne, çat thotë Tolifarzezës në qytet sillet normal. Domethënë janë të kujdesshëm diskursin, domethënë janë kujdesshëm në jetë përditshme në hapësirë publike, po në rrjetet sociale janë njerëz zakonisht e nxjerrin krejt atë farë, mund të them llefin atë farë lumin, cilën e kanë zemrat e tyre. Krejt ato rrjetin që e kanë. E kjo tregon që një pjesë e konsiderueshme e shoqënisë nuk e njeh islamin, e paragjykon, duke paragjykuar ndërton islamofobi të qartë, pra e ndërton urrëtin ndaj islamit për shkak të mosnjohjes së saj, pra për shkak të paragjykimit të saj, edhe si rezultati i saj kanë ndërtuar identitet të tyre ideologjik dhe publik në korniza të syzeve të pikpamjeve të urrëties mbi islamin. Një pjesë e madhe këtyre individëve që shkruajnë. Mon këta identitet e kanë urrëtin ndaj islamit, sepse s'kan identitet tjetër më të fortë që jep kuptim jetës tyre. Edhe si rezultati provokimeve, temave, atyre mund të them gocave, cilat i dërgon i gjun vazhdimisht në shoqëni, domethënë lëvizja për rikthim, këtyre jep kuptim, pastaj i bashkangjiten këtij zinxhiri propagandistik, kësaj llove domethënë të urrëties, edhe të provokimit, edhe pastaj aty gjen identitet. S'ka identitet tjetër që ai mund të më dhon kuptim. Sot për shembull janë përmbushur gjëra dhe ne kemi një shtet, ekziston ajo që quhet mund të them patriotizmi shtetënor, nuk është më ajo nacionalizmi i vetë përcaktuar në rrugën për shlirimin e Kosovës, pavarësinë e saj së bashkimin me Shqipërinë, pra janë përmbushur prej aspiratave kombëtare, edhe rrjedhimisht i jep kuptim. Prandaj ka shumë prej tyre. Ka shumë edhe kjo mundet me qenë menaxhueshme, për shembull për disa rrjete sociale, po kjo nuk kupton që nesër mundet mos me skalu. Po edhe mira saj është që duke domethënë qytetarët kur të shohin tash është ona kundërt. Kur të shohin qytetarët në çfarë niveli më rrin këta, sa
perfedjen, sa të ndyrë, mund të pashëq, tërpshëm, kur i prekin edhe limitet, sigur kë musa, me i vra 70% kolon aziatik. Krejt shqiptarëve, me i vra 70%, mi djeg me acet, me përdor aksionin Oluja, 94, të që ka bukuracia sërve, në mon kënini 250.000 i ka spastru totalisht, etnikisht, tash neve me na spastru. Kush me na spastru? Ushtria Kosovës, Ushtria Shqipënisë, popullin tonë, 70%, na 70% dalim dash Shqipëni, dash Kosovë, 1.5 milion Kosovë, 3 qore shqiptare nëse jemi me priorit 5.7 milion shqiptare. Musa, po, me i vro, do të mi deportu, me i vro. Mirë. Kush e ka kërku këto? E kujtë të kja aspirat historike? është e sërbe, e malazesve. Planet e 1937-ës, do më thonë, shkrimet, planet e Dobrisa Qosicit, e të pararzëve ti, e planeve të themelimit kumbit shtetit modern sërb, për cilat, qëfar plane kanë, qëka kanë përbojt ato? Kanë përbojt dëbimin total të muslimanëve, shqiptarëve musliman, dhe të muslimanëve përgjësi nga trojet e Ballkanit, duke na konsideruar çështjet lindjes. Domthon mbetje turqve. Neve na kanë konsideruar gjithë shqiptarëve që dominojmë elementin dhe bosnjak. Edhe e kanë arrit pjesërisht, sepse 60% bë studimeve të Justin McCarthy, që ka bërë studimin e lëvizjes demografike perandërinë osmane, të muslimanëve të Ballkanit janë vrarë ose janë deportuar në Azi. Sot do më thonë, ma shumë ka shqiptarë me priardhje në Turqi, se sa ka këto. Shqiptarë, bosnjak, e slav musliman, cilët janë islamizu gjatë këtyre 500 viteve. Që këta, do më thonë, mendësia tyne, pavarësisht a u konë kënu që kë, aso konë se s'ka luftu që këja për me pruni mendësi si kë. Do më thonë, mendësia tyne është mendësi tipike, do më thonë, ai burimi i frymëzimit, i nxitjes, është sikur më ka një shko. Si ku më ka një sërb, jo grek, së më thonë, si sërb, po dhe grek edhe malazes, identik. Kur gjës dallon, kënë planet e tyne, ata e kanë plan e ndrojnë, vazhdimisht i frymëzojnë gjeneratat e reja që na kena me shliru Kosovën, më këthy sërce Sërbije, zemra Sërbis, qendra Sërbis, e konsiderojnë shajt, venin e manastireve, të në kohën i frymëzojnë ata, me ordë me dekë, për këtë tokë, na vazhdimisht jem të rrezikum edhe me na pastru neve me na qu. Ku me na qu neve? Jo, as në Amerikas, as në Evropë, me na qu në Turqi. Tash kjo do më thonë e ka të njëjtin mendësi. Ku po, kjo tregon, ku po pajtohen këta? E kanë njëjtin frymëzim. Burimi i dy palëve është urrëtia, e sërbëve është dhe malazesve. Sërbëve tash, sepse malazesët janë popull i vogël dhe fatmirësisht edhe i ndon politikisht për sërbëve, është me i spastruhet në kesh krejt shqiptarë, po sa qëresht musliman, po krejt shqiptarët, me mujtë, sidomos të Kosovës. I kujtë është, cilë është frymëzimi dhe qëllimi tyne, me i spastru krejt shqiptarët, po jo gjithë shqiptarët musliman, të Kosovës e vendeve tjera. Pra këta bashkohen në pika të përgjithshme për me kry një gjenocid, se spastrimit një formë e genocidet ndaj popullit shqiptarë musliman. Për që ata, kur thojmë na që këta flasin Shqipen për realitet, sikur më kom për Beogradit, kjo është ajo që ki përgjojnë. Këtë në fund, a do të ndalim me padi? Apo do të vazhdoni të badin edhe të tjertë, pasi që janë shumë me kësi fjallori? Unë nuk do të ndalim ato rastet cilat, dhe më thonë, individ tilë cilat njërë sistematike, jo që do komentus, mirë po individ tilë cilat njërë sistematike, organizojnë, publikojnë, shkrujnë, propagandojnë, një gjuhë të tilë, të urrëtjes, të thirrjes për gjenocid, vrasje masive, kolektive, djegjenacid, forma të ndryshme, me gjuhën më të vulgare, më të turpshme, dhe më thonë, më jo njerëzore, ndaj popullit shqiptar, dhe ndaj pjesës më të shëndetshme të popullit shqiptar, që është popullit shqiptar i përkatësisë islame që dominon trungun këç mbi 70% këtij kombi, natyrisht që unë do të parashtroj padi ndaj këtij edhe tjerëve nëse vazhdojnë, sepse këta e kanë fituar një farlloj bindje që janë të paprekshëm, kanë një liri të madhe të shprehjes, mujnë me shku qatë dush, shteti tyne, kanë mbështetjen e të hujve,
e ambasadave perëndimore, na jemi elementi ujë edhe e kanë kriju përshtypjen që tash domethënë këtu s'ka individ që kanë guxim me dalë më ballafaqu me ta. Domethënë që na i kanë mbi mendjen nga bindja e tyre që domethënë na friksuam edhe nuk dalëm me i denoncu. Dalëm me i denoncu. Edhe ka obligim ky shtet që është shteti i gjithë qytetarëve të Republikës, i gjitha përkatësive etnike fetare, që me kujdes me respektu ligjin. Na nuk kemi kërku diçka, vetëm me respektu ligjin. Aty ka qartësisht elementet veprës penale dhe njëjti më vendos para drejtësisë. Sepse nuk ka drejtësi dyfisht, nuk ka drejtësi as selektive për zgjedhjes me standarde dyfishta, që dikujt për dikon drejtësi, për dikon pa drejtësi, këto qartësisht vetëm kërkojnë drejtësi, nuk kërkojmë asgjë më shumë, edhe tjertë, edhe le të morën se më ata tjerë, cilët domethënë janë si këta, sepse ka plot që janë lëvizje veçanët, po ka që nuk bojnë thirrje të tilla. E ka një propagandim tyre fetor, e ka një diskurs tyre. Po jo me thirrje si që bëjnë pseudo shkencor, pseudo analitik, historik, ndoshta çereko intelektual që tentojnë domethënë të argumentojnë tezat e tyre, tentojnë domethënë të dhojnë konotacione islamit jo pozitive, po me një gjuhë të përmbajtën, domethënë më shumë me fjalor që i përket një studiusi se sa një njeri tillë, domethënë që krejt vrerjen e shpreh aty, domethënë edhe indinjon njerëz, indinjon qytetarët, janë indinjuar njerëz që s'kan besim shumë theksuar, praktik fetore. Po kur e kanë çka ka shkruar, kur më ka thonë, kjo është e tërshme, domethënë, edhe neve na ka neverit. Në çfarë stalli mundet me shku, dhe aje një krim identiteti, domethënë përkatësisë ti fetare islame që ta asone e kisha dërua. Në Beograd, unë jam i bindën që në Beograd, një individ i përkatësisë etnike sërbe me shkru qështu sistematikisht, kundër shqiptarëve muslimani shkon tem media. S'po thon prokurori, temi shkon interesant. Edhe të na kish mërri, edhe e kishë marrë si musër studimore, ja si dikush në mënyrë sistematike bën thirrje për vrasjen e shqiptarëve, ose shqiptarë musliman, po dhe shqiptarë në përgjithësi. E në Prishtinë, në vushtrim me shkru, nuk ka tolerancë. Asën, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të nderuar miq, takohemi nesër dhe atëherë mirëmbëjtje. Kush janë ekspertët që